Shiu I rënd që ra të premte në Firenze dhe rajonet përreth shkaktoi përmbytje të rënd, duke bërë që lumenjtë të shpërthenin dhe të përmbytnin rrugët dhe ndërtesat në qytetin historik italian. Autoritetet lëshuan një alarm të kuq për motin për Firenzen dhe rrethinat e saj, duke paremëruar banorët për shirat intensive dhe të vazhdueshme që do të vazhdonin gjatë gjithë ditës. Eugenio Gianit, kreu I rajonit të Toskanës, I cili përfshin qytetet si Firenza, Pisa dhe Prato, për thirrje për kujdes dhe vëmendje maksimale nga qytetarët pasi rreshtit e shiut kishin shkaktuar arritjen e niveleve të ujit në lumenjtë që kalojnë përmes qytetit. Shërbimi zjarfikës I Firenzes shpërndau imazhe shqetësuese të makinave të përmbytura pisërisht nga uji në lagjen Sesto Fiorentino, një zonë që ndodhet në veri të qendrës historike të Firenzes. Shërbimi I emergjencave raportoi se kishte marrë 10 kërkesa për ndihmë nga qytetarët gjatë mëngjesit të së premtes, ndërsa autoritetet ishin në gatishmëri për të reaguar ndaj çdo situate të re. Pjesë të qytetit ishin të bllokuara nga uji dhe rrugët ishin të pavlefshme për qarkullimin. Në rajonin e Emilia Romagna, që përfshin dhe qytetin e Bolonjës, autoritetet lëshuan gjithashtu një paralajmërim të kuq për motin për shkak të rritjes së nivelit të ujit në lumenjtë që kishin shpërthyer në vitin 2023 dhe kishin shkaktuar përmbytje shkatërruese që morën 17 jetë. Disa lumenjë në rajon tashmë kishin filluar të mbusheshin nga shirat e mëparshëm, duke krijuar një situatë të brisht. Megjithatë, autoritetet lokale thanë se për momentin situata ishte nën kontroll, edhe pse parashikoi që rreshtit të tjera do të vazhdonin gjatë orëve të ardhshme. Dëshira e autoriteteve ishin që të mbajnë situatën nën kontroll dhe të parandalonin çdo pasojë të mëtejshme katastrofike.